Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Harrojini farmacit, qumshti me hudhra, receta që po lë edhe mjekët gojë hapur. Në video tona të mëparshme ne kemi folur vazhdimisht për hudhrën dhe për vlerat e saj të larta ushqyese, për shijen e shkëlqyer të gjellrave dhe të recetave të ndryshme. Por, a keni menduar ndonjëherë ta përdorni ato edhe me qumësht? Për shumë njerëz, ideja mund të tingëllojë si diçka e çmendur, duke patur parasysh erën e saj tipike. Por, sipas studimeve, kjo e fundit është shumë e dobishme për shëndetin e njeriut. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë 500 ml qumësht, 10 thelpi hudhër të qoruara, 2 deri në 3 lugë gjelle me sheqer, 250 ml ujë i ftohtë. Në një tenxhere të thellë, shtoni ujin dhe hudhrën, pasi të shihni flloskat e para të vlimit, shtoni hudhrën në të cilën e keni grirë më parë dhe vazhdoni me përzierjen. Pas disa përzierjeve, uleni më pas temperaturën dhe lëreni derisa kjo pjesë e masës të avullojë. Në fund, filtrojeni dhe shtoni sheqerin për ta ëmbëlsuar. Kjo pije magjike gjithashtu ndikon edhe në përmirësimin e këtyre problemeve shëndetësore. Azma. Në qoftë se konsumoni 3 thelpi hudhër çdo natë, ju do të ndihmoni rrugët tuaja të frymëmarrjes që të çlirohen nga toksinat, duke lehtësuar në këtë mënyrë edhe simptomat e azmës. Verdhëza. Hudhra është e pasur gjithashtu me qufur, selen dhe me alicilin. Këta 3 përbërës aktivizojnë enzimat e posaçme të cilat eliminojnë toksinat nga organizmi. Konsumimi i hudhrës bashku me qumshtin ndihmon gjithashtu edhe në luftimin e verdhësës. Duke konsumuar rregullisht, verdhësa do të zhduket brenda 4 ditësh. Sëmundjet kardiake. Kjo pije ulë nivelin e kolesterolit të keq, përmirëson njëkohësisht qarkullimin e gjakut dhe pengon koagulimin e gjakut. Kolla. Hudhra ka veti antibakteriale dhe gjithashtu ndihmon në kurimin e shumë patologjive. Një prej tyre është edhe kolla e thatë. Nëse doni, ju mund t'i shtoni edhe mjalt dhe pak xhinxher për ta bërë akoma edhe më efektive këtë recetë. Gjithashtu, qumshti me hudhra mbetet një nga kurat më të mira mjekësore që njeriu mund të përdorë kundër sëmundjeve dhe çrregullimeve. Receta bashkon qumshtin me hudhrën për të krijuar një lëng të fuqishëm kundër artritit, kollës dhe njëkohësisht pagjumësisë, sëmundjeve të zemrës dhe shumë sëmundjeve të tjera. Ne këtu do t'ju mësojmë se si ju të përgatisni këtë recetë natyrale në mënyrën më të thjeshtë dhe ta përdorni atë sa herë që të keni nevojë. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë 10 thelpi hudhër të grirë holl, 2 deri në 3 lugë çaj me sheqer ose me mjalt dhe 500 ml qumësht, 250 ml ujë. Përzieni qumshtin dhe hudhrën në një tenxhere, shtoni hudhrën dhe më pas vendoseni në zjarr. Sapo lëngu të marval, uleni temperaturën dhe përzieni vazhdimisht. Pas pak minutash, hiqeni tenxheren nga zjarri, kullojeni lëngun, shtoni sheqerin ose mjaltin dhe pijeni të ngrohtë. Përfitimet e kësaj pijeje të shëndetshme janë të shumta. Artriti dhe nervi shiatik. Konsumi ditor i këtij lëngu ndihmon në trajtimin e simptomave dhe dhimbjeve shoqëruese të artritit. Ky qumësht gjithashtu ndihmon në zbutjen e dhimbjeve të nervit shiatik. Sëmundjet e zemrës.
Qumshti me hudhra është një mënyrë tërësisht efikase në uljen e kolesterolit të keq dhe parandalimit të formimit të pllakëzave të gjakut. Azma. Qumshti me hudhra duhet pirë çdo natë përpara gjumit për të zbutur simptomat e azmës. Ju duhet të pini qumësht ose të hani 3 thelpi hudhër çdo natë. Verdhëza. Hudhra eliminon toksinat nga organizmi dhe aktivizon enzimat e mira me qëllim përmirësimin e funksionit të mëlçisë. Hudhra gjithashtu përmban sulfur, i cili është mjaft i rëndësishëm për mëlçin. Hudhra përmban edhe selenium dhe alicin, të cilat luftojnë yndyrosjen e mëlçisë. Konsumimi i rregullt i hudhrës dhe i qumshtit së bashku në një lëng të vetëm për 5 ditë me radhë ndihmon në trajtimin e verdhëzës. Pagjumësia. Qumshti me hudhra ndihmon në qetësimin e organizmit dhe njëkohësisht ju ndihmon të flini më mirë. Pneumonia. Qumshti me hudhra duhet pirë të paktën 3 herë në ditë kundër pneumonisë. Gjithashtu, mund të trajtoni kollën. Kombinoni qumshtin, hudhrën dhe shafranin e indisë dhe pak mjalt dhe pijeni këtë lëng për të trajtuar kollën kronike. Tretja, vlerat fantastike antiseptike të hudhrës e bëjnë atë shumë të dobishme dhe të rëndësishme për sistemin imunitar, tretjen dhe gjithashtu pastrimin e sistemit limfatik dhe detoksifikimit të trupit. Ky lëng gjithashtu ndihmon në sekretimin e lëngjeve tretëse edhe kundër diarres. Kolesteroli. Pijeni qumshtin me hudhra për një javë të tërë nga një gotë në ditë për të rregulluar nivelet e kolesterolit. Mënyra e pirjes së qumshtit me hudhër do të shërbejë edhe për problemet nëse ju do të pini të paktën një gotë në ditë për plot një javë. Ne themi se hudhra është antibiotiku më i fuqishëm natyror, por çfarë do të thotë kjo? Hudhra përmban alicin, e cila çlirohet kur konsumohet. Alicina vret lloje të ndryshme bakteresh, ka njëkohësisht efekt antiseptik, pengon riprodhimin e mikroorganizmave dhe gjithashtu shkatërohet në temperatura të larta, çka do të thotë se është më e shëndetshme të konsumohet hudhra e freskët dhe e patrajtuar termikisht. Ja çfarë i ndodh trupit ton nëse ne ham hudhër çdo ditë. Mbron sistemin kardiovaskular. Një thelpi hudhër gjithashtu ndihmon në forcimin e enëve të gjakut, stimulon njëkohësisht qarkullimin e gjakut dhe po ashtu ul përqendrimin e kolesterolit në trup. Sipas kërkimeve shkencore, hudhra ul nivelin e sheqerit në gjak me rreth 25%. Forcon imunitetin, neutralizon radikalet e lira dhe toksinat të cilat e dëmtojnë organizmin, stimulon prodhimin e lëngut gastrik dhe rregullon funksionimin e pankreasit dhe përmirëson oreksin, lufton me sukses parazitët në trupin e njeriut, mund të ngadalsojë njëkohësisht procesin e depozitimit të kriprave, rikthen kërcin dhe indet e kyçeve dhe shërben si një parandalim i osteoporozës. Është i jashtëzakonshëm me antioksidant, flavonoid dhe vitamina të grupit B dhe acide të cilat janë në gjendje të rigjenerojnë lëkurën, t'i japin asaj elasticitet dhe të luftojnë shfaqjen e akneve dhe të rrudhave. Nutricionistët gjithashtu besojnë se futja e hudhrës në dietën tuaj shkakton humbjen e peshës së tepërt. Mban dhëmbët e shëndetshëm. Ulëmtimet kanë treguar se hudhra është një trajtim i mirë alternativ për inflamacionin e mishrave të dhëmbëve. Hudhra ka veti antibakteriale, antivirale dhe antikërpullore. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme
masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj, para përdorimit, konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.